Leja e ndërtimit për projektin në Zvërnec, e cila mban firmën e kryeministrit Edi Rama, në cilësinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Territorit, dyshohet se është në shkelje të kritereve dhe procedurave që ndiqen në raste të tilla. Ish-ministri i Drejtësisë, Enkelet Alibeaj, tha për MCN në një lidhje gjatë edicionit informativ se firma e hedhur për lejen e ndërtimit ka anashkaluar disa veprime që lidhen me çështjen e pronësisë dhe projektit konkret. Leja e ndërtimit i jepet, sipas legjislacionit shqiptar, leja e ndërtimit i jepet vetëm subjektit i cili është pronar, por mbi të gjitha edhe investitor. Madje në dijenin time, atëherë kur ka dhe një projekt, sepse leja e ndërtimit nuk përcakton asgjë më shumë, asgjë më pak, atë se çfarë do të ndërtohet. Sipas ish-ministrit të Drejtësisë, pas investimit në Zvërnec nuk qëndrojnë investitor amerikan, por kompani shqiptare të fshehura në kompani offshore. Kush janë ata pronarët e pronave dhe kush janë ata përfituesit e këtij investimi? Mos më thoni që janë amerikan. Zero ka amerikan aty. Pra investim të natyrës amerikane. Se nuk një investim amerikan nuk vjen pa transparencë. Një investim amerikan nuk vjen pa konsultim me publikun. Një investim amerikan nuk vjen të shkaktoj fraktura sociale dhe politike. Jo. Nuk e di. Di atë që thash në fillim, që investitorët në këtë rast janë thjesht dhe vetëm ca njerëz të panjohur në offshore, pra në shoqëri të cilëve nuk ju dihet se ku është burimi dhe origjina dhe ortakët, të fshehur në Holand. Një transfer për $195 milion u transferua rreth 2 javë më parë nga Katari në llogarinë e kompanisë Albanian Land Development, fondi destinuar për blerjen e tokave në Zvërnec, ku parashikohet të ndërtohet resorti turistik. Prokuroria e posaçme vendosi të bllokojë fillimisht llogaritë bankare të vëllezërve nga Katari dhe më pas i zhbllokoi, ndërkohë të bllokuara vijojnë të mbeten llogaritë e pronarëve shqiptar, ndër të cilët është dhe biznesmeni Artur Shehu, i njohur si një nga zotëruesit më të mëdhenj të tokave në zonën e Zvërnecit.